Ndërkohë, më trego pak, doktor, si ka mundësi që përmes kësaj presimi, akupresurës, që ne ushtrojmë tek duart apo tek shpëtat e këmbëve, të lehtësojmë dhe të japim gjithë këto informacione përfituese. Pse ndodh kjo? I kemi të lidhura me organet edhe këto qendrat? Në trupin e njeriut gjendet 12 meridiane, kanale, apo vija energjetike ku qarkullon energjia. Se tashmë edhe nëse ka... Po, ta shpjegojmë dhe me sigurën. Janë 12 meridiane dhe nëpër këto meridiane kalon energjia. Dhe nëse kemi për shembull për shembull kemi obstruksion, mirë po, mjeku akupunkturolog duhet i di pikat lokale, sepse zakonisht shkojmë me te pikat kur kemi dhimbje, zakonisht organizmi dhe truri e lën vendin ku ka dhimbje që ai vetë të menaxhoj. Por shumë të rasteve nuk mund të menaxhohet dhe kërkon ndihmë nga lart. Dhe kur kërkojmë ndihmë nga lart, ne duhet të dërgojmë mesazhe në sistemin tonë nervor për të liruar ilaçet dhe pastaj ato udhtojnë deri te vendi i smur. Mirë po, nganjëherë për dhimbje të kokës ne bëjmë funksionin në mesin e gishtrinjeve të këmbës, siç është pika stomak 44 dhe ajo ndihmon për eliminimin e dhimbjeve të kokës. I bëhet një shtypje apo një masazh? Bëhet shtypje, masazh apo akupunkturë, apo me pajisje elektronike, tani ka mjaft që bëjnë edhe akupunkturë elektronike. Dhe për shembull janë pikat lokale, distale dhe pikat influente quhen, ka shumë pikat të cilat bëhet paraprakisht bëhet një diagnostik dhe rregullohet se cilat pika. Mirë po për njerëzit që nuk i dinë këto, është mirë që të bëhet një presion, një shtypje. Nëse nuk din se për çfarë bëhet fjala, atë vetëm e bën shtypje, nuk e lëviz as djathtas as majtas sepse mund të bësh keq. Pra, kjo shtypja këtu? Bravo, këtu është pika kryesore kundër dhimbjes dhe shtypet. Dhe po e shtypesh pak më shumë, aty dhem pak. Po, thëmë pak. Për çfarë dhimbje? Dhimbje koke, trupi, me çfarë është lidhur kjo pika këtu? Indianët këtë zonën këtu thonë se është zona më e rëndësishme në trupin e njeriut. Për arsye sepse pak këtë gishtin që kemi nuk mund të punojmë, nuk jemi pianist, nuk mund të shkruajmë poetët e gjithë, e lidhin pak edhe me filozofi, mirë po është një realitet sepse nga këtu tani kanë filluar të bëhet edhe medikamente me akupunktur ipen, nuk ipet më në gluteus, gjilpërat po vendosen në një zonë për të përshpejtuar mjekimin sepse ndikon më shpejt. Po kjo presioni këtu në mes të pëllëmbës nga brenda? Po edhe kjo është pika perikardet, që është një pikë shumë e rëndësishme, po ashtu, kjo është për një disponim më të mirë, për të qenë pak më të lumtur dhe ndikon shumë në rritjen e serotoninës, gjithashtu në kombinim me pikën ekstra 1. Po kjo pika këtu? Po, kjo pika indiane. Indianët për shembull e kanë... Po, indianët nuk e kanë vendosur rastisht për bukuri, po kanë vendosur për të treguar se kjo është qendra më energjetike në trupin e njeriut. Zakonisht ne bëjmë punktimin e pikës ekstra 1 që quhet, dhe ajo ndihmon shumë në përgjithësi për shirimin, për rregullimin, furnizimin e sistemit nervor me gjak, fytyrës dhe jep një pamje më të bukur. Në çfarë mënyrë? Ne duke bërë një masazh, unë do t'i preferoja atyre që na ndjekin që ta ulin kokën përpara dhe ta godasin disa herë, shumë herë ta godasin, gjithë koka më e ulur, dhe pas goditjes 2-3 minuta të ngritin avash, ta quaj kokën lartë. Dhe kjo ndihmon shumë në koncentrim të thellë, apo në lodhje, pastaj është ajo lodhja dura kur shkruaj me kompjuter, zakonisht lodhemi shumë dhe më është bëhet një lëvizje kështu, mbahet disa, ta quaj 2-3 minuta sa mundemi, dhe po nuk guxojmë shpejt ta lëshojmë, po duhet avash. Edhe një relaksim dhe mund të fillosh prap punën. Ka shumë metoda të ndryshme relaksuese, të cilat ndihmojnë shumë dhe janë të domosdoshme për një jetë, ta quaj siç e bëjmë ne tani të ngarkuar me plot punë.